Te spigje tradicionale e Shkodrës, kur ta përgatitni do më kujtoni atë që shish me del. Sot po javlam mënyrën teme se si me e ba. Fillimisht e bëjmë gati shërbetin, në një tenxhere jellim ujë, sheqer, limon, 10 minuta mos i merr val e kalojmë në njan. Në një tenxhere tjetër shtojmë gjalpin. Në momentin që shkrin, hellim qumshtin, shtojmë soden. Sa po fillon me marr val, ulim zjarrin e hellim pak nga pak mielin Triplo Premium nga fabrika Diamond, që është perfekt për çdo gatim. Përzim mirë derisa brumi të bëhet i njetrajtshëm. E lam ftohet pak, shtojmë vezën. Përzim mirë derisa brumi ta marr vezën plotësisht. E marrim brumin dhe e hapim në një tepsi duke nxish me dorë dhe masanej e presim simas dëshirës. Premja te spigjes është një terapi në vete. I japim formën që dëshirojmë dhe fusim u pjek. Mënyrën se si e kam pjek e keni shkruar me poshtë në recetë. Te spigja 5 minuta mas i del prej furre, shërbeti i ftohtë, e lam që ta pi mirë, një dorë me arrën që se preferoni dhe gati ta shijoj. Faleminderit!